Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Që foto? Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 29 nëntorit, parada. Çfarë thua? Ai kryesori është një avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari. Mos është një nga ata që ke drejtuar ti? Jo, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je këtu? Jo, të kjo s'jam unë. Sa mirë do ishe ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si e ti aty pasi? Po, shikon dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse unë isha për shembull tek formacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të thonë ty hipën për të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, është sigur, ajo direkt për timon është në nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, sigur, njëherë ti bëhet fluturimi i parë, për të parë një bëhet fluturimi prezantimi me ajrin. Me ajrin. Po me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll. Në fakt ti pasagjer fare sepse për të parë. Pasagjer, po. Nuk e shikon atje. Po. Dhe pastaj kur të vjen tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, pilotim duhet pilotit të bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë. Domethënë të mësot të mos e marrë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh çfarë do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjatje ai fluturim i parë? Ai fluturimi i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Kush nga u nisë dhe ku shkuat? Jo, shikoj. Fluturimi i parë u bë pilotazh, zonë ato që themi ti si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata dolën për të parë si po reagojmë neve. Domethënë si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket ose mund të vjedhësh ose mund kush e di çfarë mund të ndodhë. Të zë avioni. Po zë avionin. Po zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shumë mirë. Shumë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhe të kështu? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet. Dhe u kthyem. Po ai për shembull kush vetëm tokë pyeti tha, ku shkonim tha nga poshtë sipër. Çfarë ndjeve? Sepse si ku shkon nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka një drejtë di këmbët. Ti në këmbët. Po ti zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, pranaj pilotit duhet të ketë të dhëna të shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të ketë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar. Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di për sa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe ai më tha, çfarë dhe më thash, muftof koka, e qeshi, se me gjithmen të ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më ndë me këte kuptonë që nuk që ka një pasagjer kotë, nuk është shutuar, po e ka ndjerë një fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj e bëri figurë dhe është një figurë të riel që zotë aeroplanin. Po. Tha, po kërë bëmë dhe kësaj thëmë një të riel, rësisht e thonë shtopër. E më tha, po kërë bëmë të riel, thashon, më nuk që u shtopër nga një lisi lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur aty. E kështu pastaj vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik? 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu? Jo, këtu. Ja ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, sikur je futur në një pallat.
Do nuk kanë vetëm sa si për tunelin që më kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku nuk thjesht një tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Unë që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme, një jetë që deri që mëson, domethënë di bësh di me di arsimin për katës për të shërby jetës tënde edhe, atë tën, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës së dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj unë të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, se nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë rob 300.000 gjerman? Gjerman. Shikoj, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë lufta e dytë botërore, po e thonë lufta e madhe patriotike. Velika Отечественная война, i thonë gjithësisht. Dhe shikoj, kanë patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bënim midis të lëndëve tjera, bënim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bënim me mësim të gjitha betejat që bëshin. Këtu jemi duke para kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Mos. Këtu në Mos, ka? Jo, në Mos. Atje A Borisov Gleps, me një maj. Kush jeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Mos këtu, a? Po, në Mos. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, forma e studentit. Uniforma e studentit. Po dhe si kapën ata 300.000 gjerman robë? Shiko, se ja do flasë në një minutë për të parë një organizimin. Popullë sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasë me historinë të paracesim si që ka qenë për atë kohë. Jo, mi se nuk e du më dashe dhe të themi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam paktu asë njënë që një me të këtin që të bëjdi me retushim. Asa që kam jetuar dhe kam paktu bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm edhe akoma dhe plakata të dha me një grua të thinjur ku shkruajnë Rudin e Madh Zavjot, atë dhe unë 9 thret. Po, duhem dhe fjashtë. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qotë në luft familjerisht, burë grua, 3 vlezër, 3 vlezërit, bab birë. Po pëse? Po pëse, sepse o do mrosh ti baba dhe babaj tyja, ose nuk më të kete ndryshim. Zgjeve bu. Po këtë taktik e më e zbatonte. Pastaj, dhe merreshe mendimi, se për shembull unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, atij që e pam dhe vetë këtu, që fletet edhe për luftën e dytë botërore, fletet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa bisedueshëm me të. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd. Dhe mendimet, betejat që planifikoheshin, bëshin nga shtabi përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, për çdo betejë bënë një planin, një bënd të Stalini dhe një bënd të Zhukovi. Dhe i paraqesin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi i shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në reshtakën flamurin e fitores në 9 maj të 45. 45, po? Edhe i pyta ta ndërbetat në politikë, thotë që për cili plan është më i përtashëm, atë gjithë thotë, ju i shoku Stalin. Thotë, jo, thotë, më i miri është një plani Zhukovit. Dhe i thotë, Zhukovit thotë që Stalin thotë, nuk ishte që smerte parasysh. Dhe kjo ishte baza që ata arritën të kapin rob 300.000 gjerman? The mund që me që ata bënin një diskutim real për të arritë fitoren sepse s'bën. Po? Pastaj
Edhe, shiko, ata, për shembull, sipas propagandës, dhe mëse unë flas, si ajo propaganda që bëhin. Për shembull, ata kishin urdhër që edhe kur të vritesh, të bish nënën e armikut. Si ishte kjo? Edhe kur të vritesh në luftë, duke luftuar, kur të vritesh të rrezosh i para. Dhe jo mrapa. Dhe parullat e shkruaj kudo, një shagu nazat, domethënë asnjë mbrapa. Asnjë mbrapa. Po, asnjë mbrapa. Tani ata e rrethuan që kapën 300.000 te ngriu e liçeni. Jo, është lumi Volga. Lumi Volga, pas shumë i gjerë, dhe grinta se kalonin tankët e mbitem. Kaloi tankët mbi Stalin. Ky ishte urdhri. Po, dhe më sto. Dhe, shiko, betejat e më të mëdha me epopeje, epike, që janë bërë në kodrat perëndimore të Stalingradit. Se Stalingradi shtrihet në 7-8 kilometra në gjarësi brygjeve të Volgës, në për disa kodra, kështu. Dhe këto kodrat e Malahov, që atë Kurganska e Murman, e ka emi najve një kuen zanë dikta. Atje për leshje, për jetë avdike, s'ka mu habet aty. Se pastaj armët e dika që nuk ka qendi këto që të vindet në minë të pa pritur, pa pandehur. Ato ka qendi armët e reale. Top, predh, ashtu. Dhe arritën dhe një të rrethuar, bëjnë e dikta ushtrinë e të Hitlerit, me gjithë dhe feldmarshal Paulus, një feldmarshali më i famshëm Gjerman. Po? I zunë ropë edhe 300.000. Tani, zoti Koci, si ishte jeta në Moskë, domethënë dhe në Rusi, jeta sociale, sepse shumë student, unë kam pasur dhe pedagogët e mi, që kanë qenë atje, u lidhën, u dashuruan me vajza ruse. Ju ratë në dashurimin e vajzë ruse? Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetes time në mendje, që nuk do martohem me ruse. Pse? Po nuk do martohem me ruse, sepse kur isha sferë Begas, vinin këto oficerët tanë, që ishin student, që ishin studium bashkëmësotik, me gra ruse. Dhe ata, se kur themi njëve se po flasëm që pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e djeta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rodin mirë për saptyre, po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin e mendime... Pyt pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, ha? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo? Jo, s'është për mua kjo, dhe thashtë të marrë këtej dhe të qëfë fshatë dhe të më shajë lokën ke mua. O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos të thoj që s'pëlqyën ruset vajzat atë. Jo, shiko, vajzat ruse, me thënë ditën, ishtë një dimë të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetin e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha mramit e... Shkojmë brami? Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi njëve, o sa të dua, o plasat një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmin di ke parë, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh, përveç të mësimeve, ti bishedim në vegli muzekora, mere shedim me sporta, qëfar teatri ke parë, qëfar njohje ke për inspiratë. Po vajzat ruse pse binin dashuri me djemt shqiptarë? Po binin se, shiko, neve si ras, ne jemi ras shumë e pashme. Si ras. Me thënë drejt, qikë për diskutuar është kjo, se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hapë Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim ratë se pamshme. Jo, e pashme dhe më thomë fizikisht. Po mirë, pra tani, mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flasë për 90-ën, kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në ruse dhe kështu në thoshin. Kështu thoshin, e? Kështu thoshin. Kishin një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqipëratim, rreth 11 vjet, janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 një përfunduan keq. Si përfunduan? Përfunduan ku që i di i arrestuan. Me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose pilota. Pilota, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo shokët e mi. Njëri ka qenë... Po, i një, do të. Po, i një, shokët e mi, tamam. Shokët e mi.
Po njëri... Ti vete vuajte e të vinde keq? Dhe mos do të për kishme një shok në pastaj se neve njifnim edhe një gratë tyre, se kishim, përse duhe kishim që në shpije, kishim marrëdhënie me ta. Tani, për ta mbyllur këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëherë ishte që ky lëshimi ndaj dimëve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin ishin në disproporcion me meshkuj. Në regjistrimin e vitit 1959, kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua! Në Bashkimin Sovjetik? Bashkimin Sovjetik, si mas gazetë. Në vitin 1959. Në 59, do të thënë 32 milion? Po, femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, Si mas dënave që e për të shtypi... Pas kanë pasur faja ato, zote Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me sa duke do një që të futëshi sa më thellë të Shqipërim, dhe më themon. Ishte dhe kjo, Edhe më themon se na thoshin edhim, neve që nuk pranonim, po shte ja, mërë të zidhi, cilin doni juve, ja, zidhi. Po thoshi ty, zgjidhe? Po jo, gjithë me radhë, mua e tjeti. Po pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhje tje? Po, pastaj kër ja di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë se si nuk je tunduar, e? E fortë me sa duket e di nga jo që unë mendoj që periada e fshatare duket pas. Ata tjerë ishin qytetar tani, mos e thuaj këta tani. Jo, po them për vetë një, se shikoj. Ti thon për vetë të po, ata nuk ishin qytetar tani, në 57 tani, ç'a ishin ata? Shikoj, e vlerëson jetën më shumë them unë, me ai që ka vujtur. Ai që nuk ka patur shumë me dikët, që është veshur i dobët, nuk është veshur i shumë mirë. Nuk ka patur të hajë gjithmonë 3 herë ditë ushqimit që ke dashur për ta hëngur. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur fritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë e këtyre? Jo, unë njohur për atë kohë, unë asë Kadaren, asë të ndërtojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali? Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me një personalitet kur ke studuar të ta kesh jo? Jo, këta ishë një student atëre. Unë në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të universiteti i gjumë letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsit dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo? Shkruanin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë par emrin Gjegjfishten, se kisha rrë gjemnasin shkëllqyshën dhe të një emrin. Tani besoj, tani unë po të bëj pyetje kështu, se ti e 86 vjeç, po bashortja të besoj që ti nuk që lidhu me asnjë rus? Shiko, bashortja, çfarë ka besuar e dia jo, po mua s'm ka thënë, unë kam patur fotografi të vajzave që vallëzoja me to në album. I ke pasur Po, 3 vajza që... Ani unë filloj dyshoj që ti edhe mund të ketë pasur, mund të ketë pasur në një... Të dyshosh, s'me këndëri. Po, unë kam patur fotografi të vajzave, se kishim marrë një shoqërore, sikur një shoqërë të rëland. Unë mendoj që, ndoshta jo vetëm, po shumë vetën të kështu, që në atë kohë shoqëria ka qenë shumë e hapur. E hapur, ha? Shumë e hapur, liberale. Jo liberale, po në kuptimin që me marrëdhënie shoqërore të sinqerta. Të sinqerta. Tani, mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik, u kthye në Shqipëri? U kthy në Shqipëri. Kishe në një mendje kështu të rrije? Ja. Së shkonin mend? Ja. A ndëni në ju ushtarak atje? Jo, nga neve jo, kanë ndërë 2 pilota për helikopter. Ka qëndruar atje? Po, kanë qëndruar atje. Po si nuk u kthyen? Po se kjo s'dëshën të kthehen, nuk u kthyen. U dënuan? Jo, mbetën dhe gjatë Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik, ha? Po. Se di unë të po, pse kishe edhe nga këta që mbetën, ha? Po, dhe 2 pilota të helikopterve. Po mirë, si ishte rregulli? Ç'a ndodhte me këta pastaj? Po rregulli ishte që të ktheheshin, po atëherë qeverit ishin të me njëra tjetrën duke u zënë, kështu që atëherë sikur të rrinim të gjithë, ata thoshin rrini, fjala vjen. Patën pasoja familje këtu? Nuk e di, nuk e kam ndjekur. Okej, ju u kthyet në Shqipëri. U kthyem. Ku filluat punë? Punë filluam në regjimin e aviacionit gjysmë bombardues në qytetin Stalin. Në Kuçov. Po.
Aty tani, nëse është e mundur regjia, disa foto janë nga Kuçova ku tani atje mësove shumë mirë pilotimin. Sa të kujtohet që sa herë kishe pilotuar avionin atje? Dëgjoj, unë kam këtu ja tek kjo. Kam librezat e fluturimit në të ka çanta. Te çanta librezat e fluturimit? Po, ne mund t'i marrim, ja më ndihmojnë të regjisë. Ndërkohë ne bisedojmë. Sa herë fluturove në Bashkimin Sovjetik? Aty kam me saktësi, se shiko, fluturimet nuk bëhen në dikutrum, po bëhen me orar të caktuar, duke shënuar orën e ngritjes dhe të zbritjes, dhe bile kontrolin që ka bërë mjeku para fluturimit. Po, mund ta hapeni çantën dhe nxirreni ndërkohë edhe njerë, ne jemi duke zhvilluar një bisedë shumë interesante, një histori jete të pilotit Hamza Koci, i cili ka pilotuar avion ushtarak 32 vjet gjatë gjithë karrierës së tij, ka qenë student në Bashkimin Sovjetik 4 vjet si student për pilotim, pra për aviacion ushtarak, dhe po rrëfen me të vërtet një histori të jashtëzakonshme. Tani, ky është libri i fluturimeve. Ky është libri i fluturimet rusisht. Atje? Atje. Atje. Ja, thot koç, me çëdje, Hamza Xheladin. Xheladin babaj? Babaj. Dhe këtu tash unë kam sasinë e fluturimeve që kam bërë në Bashkimin Sovjetik. Sa është? Ja ta mund ty. 898 fluturime, 238 orë e 48 minuta. Në ajër? Në ajër. Kam 306 fluturime vitin e dytë me jak 18 U. Tani çfarë avion është ke drejtuar? Avion një pedestar që është me eliga se kjo këtu. Një vit të tërë dhe kam bërë 306 fluturime me te, 97 orë e 70 minuta. Ato thjesht ishin mësimor? Jo, fluturimet e tua? Mësimor, po këto. Fluturimet e tua ishin vetëm mësimor? Vetëm mësimore. Dësa vitin e dytë të praktikës, kam fluturuar me MiG-15 bis. MiG-15? MiG-15 bis, dhe kam bërë 374 fluturime, 69 orë e 25 minuta. Vitin e tretë me MiG-17. MiG-17 vitin e tretë? MiG-17. Kam bërë 218 fluturime, 72 orë e 6 minuta. Wow. Tani, ju erdhët dhe filluat punë në Kuçovë? Në Kuçovë. Çfarë misioni kishit, çfarë do bënit si pilot? Ja, ky është një foto, jeni ju këtu, në Kuçovë? Në Kuçovë. Në Kuçovë? Aty qa migu është ai? MiG-15. MiG-15. Dhe jeni shumë mirë? Po, kam fluturuar 10 vjet me të. 10 vjet? Po. Ishte nga avionët më të mirë luftarak? Ka qenë një avioni më i manevrueshëm, shumë i manevrueshëm luftarak. 15 bis, se është përsëritja e 15 shit parë. Ku ishte prodhuar? Në Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, ai? Rusi. Dhe ky lloj tipi, për shembull, ka sfiduar avionat perëndimor F-84, F-86, luftën e Koreas. Tani, sa vjet punuat në Kuçovë? Në Kuçovë kam punuar 16 vjet. 16 vjet. Tani, na trego, çfarë bëre ti si pilot ato 16 vjet në Kuçovë? Shiko, në programin e përgatitjes luftarake të aviacionit, programohen të gjitha llojet e përdorimit luftarak të avionit. Për shembull, programohet këtu jam në Kuçovë, prapë. Po, në Kuçovë mbas fluturimit. Mbas fluturimit, sa ke mbaruar dhe ke zbritur. Po, dhe ka zbritur dhe ja shkallë që zbresin nga kabina. Po, dhe? Shiko, programit i përfshin këto dy gjëra. Përfshin e pilotazhin në zonë, themi neve, figurat, në mënyrë që është ja për ta drejtuar aeroplanin, për ta komanduar sipas rasteve, ashtu. Pastaj ne bëjmë sulmet aeroplanit kundër aeroplanit. Sulm, ashtu. Bëjmë di kapje të objekteve aerore. Bëjmë di luftim aeror. Në çift kjo punë. Dhe në përshkush është dhe në qift. Pastaj bëjmë di qitje kundër objekteve toksore, në fush, në det, në mal, në lugina. Unë për shembull me skuadrën time kam bërë qitje bombardim në majën e Martaneshit 1875 me nivel detit. Po çfarë bombarduat ju aty? Sepse shiko, ne përgatiteshim
që në çdo situatë japim një përgjigje kërkesës së dheut. Është pushtu ta zemëndim, maja malit. Do vemi di për ta shkatruar. Tani e dinin ata zonës atje se ti e ke bombarduar, se mos kishin i çobërë. I bushatisin, ë? Po domosdo merren masa për shembull që bushatisin në zona teje ban. Ashtu ndodh, ë? Domosdo. Po ku shkonin ata të shkret? Po shkonin tutë rreth më larg perimetrit. Të ka devijuar ndonjëherë? Jo.